shekuj pas shekujsh, kisha ka shku duke kurritur gjithmonë, dhe thënë pjesët tanësore, pastaj pjesa fundore, zëtimi I fundit, nga pjesa e derës, të ka ndërkur 278 vjetë. Kryesorja e kësaj kishe është ky muzeiku që kemi këtu. Me familje shkruan identitetin e kishës, pra në histori, shumë detaje. Natyrisht me gjithë ndërhyrjen konservimet që janë bërë gjithë monumentet, për arsye të vendimeve të shumta gjatë shekujve, arsye të ndryshme. Në banë e parë nuk shohin gjithë shkëlqimin e vërtet që ka kjo pjesë e kishës, ky mozaik. Janë 3 pjesë të ndryshme, epicendra e këtij mozaiku është figura e shërbimit, pra festa e ngjitjes së Jezusit në qiell, do thënë ku kjo kishi I dedikohet. Kisha e shërbimit, pra festa e ngjitjes së Jezusit në qiell, 20 ditë pas shahën, truporen e Krishtit. Në një anë kemi figurën e Gjon Pakzusit, në anë kemi figurën e Zojës Pekumes. Po thuj se tani pa identifikueshme. Por aty nga viteve 2000, ne familja është kompensu atje në vetrat, në fund të kishës, duke qenë se këtu nuk mund të rikuperohemi ma, atje vetrata e kishës në familje kompenson. Po atje figurën e Krishtit.